Përshëndetje shikues të nderuar. Kësaj radhe në studio të hapur nuk do të flasim as për dosje, nuk do të flasim as për politikantë, nuk do të flasim as për akuza dhe shpifje të ndryshme që ja bëjnë njëri tjetrit. Kësaj radhe do të flasim për një mision shumë fisnik që e ka filluar zoti James Berisha, shqiptar amerikani, për të njohur pavarësinë e Kosovës. Siç e dini, ose siç mund të keni mësuar edhe më herët, zoti James Berisha prej një viti më tepër ka filluar të udhtojë me avionin e tij nëpër shumë vende të botës për të lobuar për pavarësinë e Kosovës. Zoti Berisha, faleminderit që pranuat të jeni mysafir në studio të hapur, ndoshta këtu në një hapësirë shumë të gjerë. Ju falenderoj për ftesë, ju falenderoj ju që keni ardhur nga Shkupi deri në Prishtinë dhe është një kënaqësi për mua bisedoj edhe me ju. Në fillim besoj se shikuesve tanë do t'ju interesoj shumë se pse emri James dhe mbiemri Berisha, do thotë emër amerikan, mbiemër tamam shqiptar. Është problem. Bushi, president Bushi, kur urrëzuan kullat binake, e prunin një farë sistemi edhe ai në Amerikë pak komunist. Amerika është vend shumë i shkëlqyeshëm, por çka ndodhi në Amerikë ishte shumë problem mbasi urrëzuan kullat binake një mësatore, domethënë në 2001. Sidomos pilotat e kishëm një problem shumë të madh me emra musliman. Emrin si kam lindur unë e kam Milazim Berisha, por me u ballafaqu me byrokracinë e tmerrshme, ju kom evitu, ju kom largu atij problemit, vetëm e kam shndru emrin në James, kështu që mos të kam të lashe për çdo ditë tan jetën mu maltretu me. Ju tregu se kush është fare. Po, se përndryshe u kondashtu në mu ballafaqu me ta tar jetën. Përndryshe jeni me origjinë nga Kosova, nga Shqipëria? Nga Kosova, kam lindë në komunën e Rahovecit, një fshat i vogël Brestovc, dhe që 15 vite jetoj në Amerikë. Në cilin vend në Amerikë? Në El Paso, në Texas, aty kam jetu deri me tani, por që prej vitet 1988 që jam larguar nga Kosova. Dhe tani jeni me profesion pilot, keni mbaruar akademi, keni mbaruar kursa apo? Po, jam pilot i linijave ajrore, pilot profesional përndryshe. I kam 6.000 orë fluturimit, që 17 vite që fluturoj, 3 vite në Alaska, 3-4 vite në Florid, 5-6 vite në Texas, në New York dhe në Kalifornia. Të me thonë, deri me tani kam qenë 70 shtetet botës, fluturoj në përbotë. Dhe nga ju lindi ideja që të fluturoni për të lobuar për pavarësinë e Kosovës? Zotri Sinani, njeriu si po formoke, nuk po formoke në brenda natës. Duhet një kohë gjatë për një njeri mu zhvillu, mu formu si kush është ai. Çka ka ndodhur me neve, me popullin shqiptar, me vite me radhë, me dekada me radhë, ajo çdo herë më ka pengu mua. Pasqyrja që nuk ka kriju neve si popull në botën e jashtme, çdo herë më ka pengu. Kuptohet tani luftrat, derdhja gjakut, lotët që janë derdh. Ajo nuk më ka pëlqyer mua. E kam vendosur që t'i tregoj botës se kush jemi na. Forma që unë e kam pëlqyer është me veglën time të punës që është aeroplani. Aeroplani është një gjë, një teknologji që respektohet shumë në botë. Pse unë mos ta paraqes apo ta reklamoj popullin tim nëpër botë në mënyrë profesionale me aeroplan. Dhe kur saktësisht e keni bërë fluturimin e parë? Fluturimi i parë ka filluar me 25 maj të vitit kaluam, 2009-s. Por që punoj në mision kam filluar në muajin shkurt të vitit kaluam. Do të thonë në shkurtin që vjen bon rrafsh 2 vite që unë mirrem, ndroj, çona, zona, flej me mision. Do të thonë ditë natë mirrem me këtë tash. Me sa ju në fluturimin e parë keni filluar drejt Amerikës Latine, apo jo? Po, fluturimi i parë ka qenë në Meksiko. Kam filluar nga El Paso, Texas, ku kam jetuar unë aty. Dhe shteti i parë ka qenë Meksiko, tani Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama dhe çdo shtet i Amerikës Jugore dhe pastaj çdo shtet i ishujve të Karajibës. Pas keni kaluar e pasi përshkruar gjithë kontinentin, apo jo? Hemisfera e perëndimit ka përfunduar në tërësi. Nuk kam lënë vend pa zbrit në hemisferën e perëndimit. Edhe në 3 kontinente. Pi vjen me qëtë aeroplan të vogël që ta prezentoj popullin tim në përbot. Cilat janë përshtypjet tuaja kur shkoni atje? Me çka ndeshni? Shkoni si një pilot
ordiner, sikur gjithë të tjerët, apo ka një pritje pak më të veçantë për juve kur ateroni nëpër aeroportet e këtyre shteteve, sepse megjithatë Amerika Latine nuk është shumë e njohur për qytetarët, për shqiptarët, ose si kontinenti din gjithë ato shtete, mirë, por megjithatë kjo popullat nuk ka shumë kontakte me atë pjesë të botës. E vërtet është, sa më larg që jemi prej njëri tjetrit, aq më shumë i lam anash, i injorojmë me një farforme, do me thënë shtetet tjera të botës. Unë si shkoj si qytetari i Kosovës, si shqiptar. Ju presin qytetarët atje? Kam takime me qytetar, me gazeta, me televizione, me radio, me ministrit punëve të jashtme, dhe kështu e formoj kontaktin tim gjatë tërë kohës kur jam me një shtet, që ta shfaqi, ta përhapi çështjen e pavarësisë së Kosovës sa më shumë në këto shtete. I përmendët mediat, si ju presin ato? Shumë bukur, shkëlqyshëm, jam shumë i kënaqur. Kur shkoj për shembull vetëm në Mexico City, 5 kanale të televizionit vinë aty. Me shfaq diçka për Kosovën. Mi tregu popullit meksikan diçka për Kosovën. Domethënë, jam shumë i kënaqur. Gazetat shkruajnë, radiot më marrin intervista. Kështu që i bëhet një farë reklamimi, një farë lloj sensibilizimi, lobimi shtetit ton, apo se na jemi të gjithë një kompa, na jemi shqiptar, se mund të thonë Albanian pilot, pilot shqiptar, të gjithë jemi shqiptar. Po me krerët e shteteve, bisedoni? Po, me ministrit punëve të jashtme. Me cilët të shtete? Edhe unë kam bërë gabime në fillim, kur ja kam filluar emisionin. Në fillim kam menduar që me bo vetëm me përhap çështjen e Kosovës vetëm përmes medias, gazetave, televizioneve, radio, por më në fund mësojsha edhe unë gjatë kohës lobimit, pse unë nuk shkoj me bo këtë lobim më të frytshëm, më efikas, dhe jam taku edhe me ministrit punëve të jashtme. I keni vështirë aranxhimet e takimeve? Shtetet që janë më të vogla, me popullat më të vogël, është shumë më lehtë me depërtu të ata se në shtetet e mëdhaja. Shumicën e vendeve, jo, nuk ka problem. Kuptohet, duhet me manipulu pak sistemin e botës. Unë thëmë jam një pilot, nga Kosova, automatikisht si pilot prajnojnë me në rende. Okej, pilot, mirë se vjen, se ju vjen si që di, një pilot me ardhë nga një shtet. Megjithatë ju toni edhe në për shtetet që ende nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Si presin ata? Në të gjithë shtetet. Tashti në Afrikë, disa shtete na kanë pranuar shtetin e pavarur. Por unë shkoj mi falenderu, të ta dinë edhe bota që ne jem njerëz me tradita, me vlerë, që i respektojmë mendimin e botës. Që nuk e përmbysim kupën. Domethënë, por më me rëndësi, kuptohet është që lobimi tjetë të bëhet në shtetet ku nuk e kanë pranuar pavarësinë e Kosovës. Përmendet Amerikën e Veriut, përmendet Amerikën Latine. Tërthorët thasë se tani do të vazhdoni udhëtimin tuaj për në Afrikë. Po. Cilat vende do të vizitoni? Nesër, që shëndeti është. Do thotë të dielën, sepse emisioni jonë do transmetohet ditën e martë, do thotë të dielën? Të dielën, nisëm për në kontinentin e Afrikës, ku gjenden 54 shtete me ishujt për rrath. Plus Greqia dhe Malta, do me thonë 56 shtete janë që unë do të shkoj me lobu për pavarësinë e Kosovës. Një nga një do t'i vizitoni? Një nga një. Sa do t'ju zgjas kjo udhëtim? Minimumi 5-6 muaj, po në qoftë se çdo gjë shkon në rregull, se mendej ka 2 ditë në shtet, 2 maksimum 3, ashtu dhe vjen. 112 ditë. Po, ashtu dhe vjen, do me thonë 3 ditë me najtë, 150 ditë, sa vjen përafërsisht, do me thonë 5-6 muaj, minimumi duhet kohë. Po në qoftë se kam probleme teknike me aeroplan, koha, byrokracia botërore, vizat, telashet, atëherë mundet me zgjat pak më gjatë. Ju ndoshta të keni shumë probleme burokratike? Sepse ne tani folëm të paranën pozitive, megjithatë sigurisht ka edhe këto që ndodhen edhe probleme të asaj natyre. Është një çudi. Këto du me thonë në mënyrë civilizuar, na shpeshherë qenjet njerëzore jemi vetë shkatërruesit e vendit ton, e popullit ton. E qesëm një byrokraci aq të mërshme se çdo byrokraci e shkatron shtetin e vetë. Unë e ballafaqona me gjëra që nuk mundi me imagjinu. Se janë më banalet, për shembull. Prej 54 shteteve në kontinentin e Afrikës, 52 kërkojnë leje të lëshimit të çumjes, largimit nga shteti. 52 shtete kërkojnë leje,
që duhet mu kërkuaj ajo lojë 2 ditë, 3 ditë, 4 ditë, 5 ditë, para se më fut në atë shtet. S'kom pas kapacitet, nuk kom pas mundësi me lëviz aeroplanin një 20 metra. Pa u angazhua 20-30 byråkrat me fol me të gjithë, kretë u bonin komandante, 20 metra s'kom pas mundësi me lëviz aeroplanin. Në cili shtet? Në Peru. Në Peru më ka ndodhë. Dhe e zotëria i sigurisë e tha një send për popullin e vetë, edhe për shtetin e vetë, ta James tha këtu, tha neve në kanë bërë sikur robot. Tha na nuk mundem me mendue jashtë kornizave. Pa i thirr kretë shefat, pa qenë aktiv kretë bosat, pa marrë parasysh ka dënë me bo. E do me thonë, ajo është një birokraci e tmerrshme që i shkatron shumë vendet botës, po ne do të mu ballafaqojmë me to, edhe une kam me pas telashe, kam me pas birokraci, kam me pas probleme që të tërkohës. Po pas Afrikës, keni ndërmend vazhdoni edhe në Azi? Fjala jo është një fjalë e madhe. Por në Azi apo në Australi natyrisht. Më merr mendja që jo. Pse? Kam vujt shumë. Jo që nuk e du vendin, jo që nuk e du popullin, vdes për këtë vend, vdes për këtë popull tonë. Por ish problemi madh mu ballafaqu me të gjitha gjërat vetë. Logjistika e fluturimeve, mjetet me mbledh vetë, problemet birokratike. Çdo gjë unë duhet me bo vetë. Pastruesi i aeroplanit, piloti, diplomati, të gjitha gjërat shkojnë, kalojnë në krejt e mi. Pse nuk ju mbështet fare qeveria e Republikës së Kosovës? Qeveria ju keni marrë rolin e një ministri të jashtëm alternativ. 90% e fondeve të misionit kalum kanë qenë të mijat private. Private. Në 3 kontinente, në 34 shtete kanë qenë private. Pa nuk janë këto argjime marramense? 10% kanë qenë nga diaspora edhe nga populli. Tash, në këtë kohë, misioni është i financum nga populli, çdo kush jep 1 euro, 5 euro, 100 euro, do me thonë është i financum nga populli. Unë punoj tash për popullin, jam në shërbimin e popullit. Kurse qeveria jonë deri me tani asnjë centi nuk e ka dhënë. A keni kërkuar ndihmë nga qeveria e Kosovës? Apo nuk keni dashur për kulën e? Qeveria e jonë, qysh nga fillimi i misionit në vitin e kalum, 1 muj 2, pasi që kanë dëgjuar se çka jam të bë une si pilot, ata vetëm kanë kontaktu. Qeveria, unë kur s'kam pas kontakt me ta, më mundu mi kontaktu, ata më kanë kontaktu, si mundem na me të ndihmu ty në këtë mision aq fisnik. Çka mundem me bëna për tyje? Ju tregum, çka munden me bë, çka munden me kontribua, dhe sendet filluan të u zhduk. Dhe? Edhe mo nuk kem dëgju fare, unë jam detyruar që të punoj ditë e natë, e kom lënë disa herë misionin gjysmë, kom shku në 4-5 shtete, jem kthyer në Alaska me shku me punu ka 18 orë në ditë, 19 orë në ditë, me fitu lek, me shku me përfundua misionin. E dhe me thënë qeveria si qeveri nuk ka investu në këtë mision asnjë lek, për kundrazi e kemi pas deri me tani një ish ministër të punëve të jashtme, Skender Hyseni, i cili më ka penguar. Po? Më ka penguar. Pse? Me atë formë shumë arrogant, shumë ignorant, që e ka bon ti me këtë aeroplanin tonë, lama punën, unë e ta boj temën. Kontakte drejt për drejta keni pasur me ministrin zoti Hyseni? Jam taku me to, kam shku në zyre, e ma dha atë percepcion, ma dha atë mendim. Të me thënë, që e ka bon ti, lam rahat mund. Megjithatë ta lëm politikën. Me siguri familja juaj ndjehet keq ju mungonit me muaj, po tani veç po bëhen 2. Normal nuk është lehtë zotëri për familje, se sot është vështirë me shkuar në 56 qytete, jo me shkuar në 56 shtete. Komu ballafaque me smundjet ndryshme, ndoshta malaria, epidemitë ndryshme që ekzistojnë në atë kontinent. Luftrat civile, jo stabilitet, është një kontinent shumë i rrezikshëm. Dhe frigohen si familje ditë e natë që ka me ndodhë me mua. Por, unë e premtimin e kam dhënë, fjalën e kam qitë që do ta përfundoj edhe Afrikën. Dhe amanetin do ta përmbushi. E do ta përmbushi, o gjallë, o i shëndosh, do ta përmbushi amanetin tim, se fjalën e kam qitë, e kam karakterin tim, nuk mundem mu kthy mbrapa, nuk mundem mu ndal. Ajo që o fol duhet me qitë fund. Berisha, gjatë ti udhtimi shumë të gjatë, ti udhtimi maratonik, sigurisht keni pasur edhe shumë defekte, me sa e shohën avioni juaj është pak sa i vjetër, apo ja? Aeroplani është viti 1967, po është pak i vjetër.
kam pas një rrezik që ka qenë më i vështirë. Kam kaluar domethënë prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Kanadë, Greenland, Island, Scotland. Kjo është shumë i ngadalshëm, 180-200 km/h shkon. Për me kaluar Oqeanin Atlantik nevojitë 21-22 orë në atë rrugën ku kam kaluar. Dhe 2 orë para se më lëshuan në Island, alternatori e vendosi më ndal në qiell. Unë jam midis Atlantikut, alternatori është ndal. Dhe? Nuk punon. Një motor apo një aeroplan pa alternator, gjërat elektrike i harrojnë. S'm ka met as drita, as instrumentet komunikimit, as navigimit, por hallin kryesor e kishna që me karburantin, me avgasin, po përndryshe e them kerozen, po thirret avgas që kisha në aeroplan, ja 40 minuta para se me më rri në Island, unë nuk ndash më fundos në deti. Dhe, si shpëtut? Por eksperienca e madhe e viteve me radhë, qetësia, relaksimi, e kum përdor batarin, akumulatorin përndryshe, që ai me qenë i ri ka kapacitet 30 minuta. Po, ndërsa ka qenë i vjetër. I vjetër, 25-26 minuta, ndoshta aty ka pas kapacitet. Që kom bënë atë kohë, kur u ndal alternatori, i kom fik të gjitha instrumentet e komunikimit, të navigimit, e kom përdor vetëm busollën, vetëm kompasin, kurse e kam përdor batarien, akumulatorin, që ta transferoj karburantin që kisha mbrana, avgasin, kerozenin, ta transferoj në Krit, kështu që të mrri diku në tokë. Nuk më bëhet vonë atë kohë, kur e kom atë problem, se ku do të zbres? A do të mrri 10, apo 20, apo 50 km ma poshta ma lart. Unë do të mrri diku në tokë, ndoshta do ta them ndonjë këmbë apo ndonjë dorë, por do të shona diku me ndonjë asfalt, me një rrugë, me një lëvadë, kështu që të shpëtoj në si njeri, aeroplani prishet pak, unë ndoshta shkoj në spital, por rregullohet puna. E ajo ka qenë shumë ma rrezik. Dhe ja dola që dinin në tokë? Ja dola, më rrinë në tokë, avgasi u transferue, isha në gjendje të rregull. Ateruat në aeroport apo ndonjë livadi? Në Reykjavik, në aeroport kam ateru. U mundova me shku në Keflavik, se ishte pak më afër, ja 10-15 minuta, por të ne thojnë atë fjalën popullore, rruga e shkurt disa herë del më e gjatë. E mua që ajo m'duli aty, u mundova me shkëput rrugën pak me shkurtue. U m'duli më gjatë, se do shte me shku mu leshue në Keflavik. Keflavik ishte koha aqe keqe, e të mërshme, që nuk kam pa send. Kam shku deri afër pistës, asgjë nuk kam pa. Jam detyruar më ngrit edhe një herë, edhe me shku në aeroportin që kom bo plan fillimisht Reykjavik, dhe aty aterova, nuk kam qenë kur më i kënaqur, më i lumtur. Po e ka ndodhur një për shkak pengesave burokratike, ju tentoni të ulni në ndonjë aeroport edhe që thonë ata se jo nuk mundeni, se nuk ju njohim neve juve zyrtarisht si pilot, si aeroplan, si shtet. Të më ka ndodhur, jam quen nga një qytet thirret Cali në Kolombi, për me shkuar në Quito, Ekuador. 2-3 orë gjatë fluturimit, bjeshkët ishin shumë të larta, 4.000 metra, 5.000 metra lartësi mbi detare, koha nisi me u prish, aeroplani ky ka 145 kuaj fuqi, nuk shkojke më manalt, u detyrova mos me shku aty, jam kthye për një vend tjetër që u thirke në Bregdet ka qenë, Esmeraldas. Ai kontrollori ajror kuptohet vendet pa zhvillume, nuk komunikon me mua si duhet, nuk më thot që aeroporti është i mbyllur. Fakti, aeroporti ke qenë i mbyllur dhe kanë qenë duke punuar në pistë. Por ai më thot atë 5 minuta para se të lëshohem në pistë. Në pistë, po. Unë kam hall, s'm ka met shumë pak karburant, avgas në aeroplan. Si që shumë fare i knaqen me to që ma boni atë problem. Jam detyruar me shku prapë në Kolombi me një aeroport tjetër që u thirke Tomaco. Dhe aty kur kom arrit, do shta i kom pas 2-3 minuta, 4 minuta, 5 minuta karburant. Me happy end. Por kam arrit në aeroport, kam najt shumë nalt, që më nalët motori, kështu që me pas kohë në mu lëshue deri te pista. A kam najt gjatë tërë kohës shumë nalt. Përmendëm gjëra të
të këqija që ju ka ndodhur. Me siguri keni edhe momente shumë të bukura nga ky udhëtim kaq i gjatë. Keni edhe miqësi, keni miqësi të reja. Është një fenomen. Kjo planet ku jetojmë ne është aq e bukur. Kisha pas dëshirë mos ta shkatrojmë çu po shkatrojmë ne qenjet njerëzore dhe she njerëzi bukuri që nuk mundesh me imagjinu çka ka kjo planet. Jon ato pjesë e jetës time që kanë mbet me mua tërë jetën. Do një moment bukur kështu, a mund ta ndani me neve, kështu që ju ka lënë bresa të veçanta. Kur e kam lëshu kontinentin e Amerikës Veriore me prek Amerikën Jugore që kus kam qenë aty në Kolumbi, një fenomen, bukuri shumë jashtëzakonshme. Kolumbia një si vend i drogës. Vend më i bukur nuk ka. Nuk kam prap vjen puna politike këtu, nuk ka imponu neve manipulimi i kokës, pastrimi i kokës, ato e shoh unë me vite tash që po ndodh, që na çdo herë unë në Amerikë ku jam rrit edhe në Zvicër ku jam rrit, çdo herë kanë thënë Kolumbia vend i keq, mirret me drogë, mirret pallafaqot. Para se unë tani pyetje. Po. Kolumbia është vend shumë i mirë. Njerëzit e Kolumbias 95% janë të shkëlqyeshëm, njerëz me tradita, me familje të mira dhe unë atë vend e du shumë. Pse ka një përqindje shumë e vogël që mirren me drogë, me dallavere, ato e kin çdo shtet, por kuptohet është mos funksionimi i shtetit, ata janë problem pse janë atë gjendje. Tani krejt 95% e popullit e merr të njëjtën pasqyrë sukur që ata e kanë 5% shit. Dhe nga ky udhtim sigurisht keni bërë edhe një rang listë me njohjen me njohuritë që i kanë popullata për Kosovën. Cili popull më shumë di për Kosovën në veçantë dhe shqiptarët në përgjithësi? Kam mendu që kjo Kuba nuk din asgjë, por po thue me secilin person që kam rënë kontakt, ata e dishin shumë mirë çështjen e popullit shqiptar dhe të Kosovës. Jam çudit aty në. A ka disa vende që nuk din fare. Nuk din, sidomos popullata, kuptohet shtetet, qeveritarët e din, por popullata e përgjithshme që nuk e kanë iden fare. Nuk e kanë iden fare ku është Kosova, a gjendet në Rusia, në Azia, ku gjendet Kosova. Zoti Berisha, sigurisht gjatë këtij rrugtimi ju keni bindur ndonjë shtet apo krerët e ndonjë shteti që ta njohin pavarësinë e Kosovës. E në dieni për sa shtete keni qenë shkaktar që ata ta njohin pavarësinë e shtetit më të rimbo? Mi bind po. Se më ka ndodh me u shfaq ajo, me u shpreh ajo. Vlora Qitako ka pas një takim me ministrat e punëve të jashtme të ishujve të Karaibës. 4-5 ministra i kanë thënë Vlorës, Gjemsi ka qenë këtu, e kërkon të njëjtën gjë, ju pranu pavarësinë e ju, jemi të bindur çka kërkoni, po mundom ditë e natë që ta bëjmë atë punë, e do me thonë e ka kriju atë efektin e vet. Mua çka po më intereson një publicitet pozitiv, një sensibilizim në për këto shtete. Mundem me thonë edhe lobim të njëjtën koha, e që ajo mu po më intereson mas shumë ti. Se para se me shku në disa shtete, ka ndodhur që na asgjë nuk kishëm bo fare. Zoti Berisha, ju uroj fluturim të këndshëm. Faleminderit për kohën dhe kam dëshirë që të shihni të ardhmen. Shpresoj. Shikues të nderuar, ndoqët pra bisedën me shqiptar-amerikanin zotin James Berisha, i cili siç e thash edhe në fillim të këtij emisioni ka marrë një mbi vete një mision shumë fisnik për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Miropafshim të martën e ardhshme në të njëjtën kohë.